Përshëndetje nxënës, për sot kam përgatitur mësimin mësimore vëllimi për klasën e 9. Të filloj. Ja pra këtu kemi dhënë një kubë me dimensionet e tij 1 metër, 1 metër me 1 metër, ose i shndruar në centimetër, 100 centimetra, 100 centimetra, 100 centimetra. Dimensionet e kubit i vërtetim janë 1 metër me 1 metër me 1 metër. Vëllimi i kubit të këtij është 1 metër herë 1 metër herë 1 metër, që është 1 metër në kub. Të shndruar në centimetër, vëllimi i këtij kubi do jetë 100 cm herë 100 cm herë 100 cm, që do të thonë 1 milion centimetër kub. Nga kjo konstatojmë se 1 metër kub është i barabartë me 1 milion centimetër kub. Nëse tash dimensionet e kubit i morëm në metra, i morëm në centimetra, tash nëse i marrëm në milimetra, dim se 1 metër ka 1000 milimetër, 1000 milimetër herë 1000 milimetër herë 1000 milimetër, që i vije 1 miliard milimetër në kub. Dhe më thonë, 1 metër kub është i barabartë me 1 miliard milimetër në kub. Pra 1 metër kub ishte 1 milion centimetër kub, 1 metër kub qenë ka 1 miliard milimetër kub. Tash dim se 1 kilometër është i barabartë me 1000 metra, atëherë të shohim sa është 1 kilometër në kub. 1000 metër herë 1000 metër herë 1000 metër. Gjithashtu edhe 1 kilometër në kub qenë ka 1 miliard metra tash në kub. 1 kilometër në kub qenë ka 1 miliard metra në kub. Të marrim disa shembuj dhe të shndrojmë njësitë për njësive më të mëdha në njësi më të vogla në A, në B, dhe në C për njësive më të vogla centimetër kub në njësi më të mëdha metër kub. Për njësive më të vogla në njësive më të mëdha në njësi më të vogla i shndrojmë ashtu që pasi 1 metër është 100 cm, 1 metër kub ishte 1 milion centimetër kub, atëherë 5/3 metër kubin e shumëzojmë me 1 milion, që i bie 5/3 herë 1 milion, 5 milion e 300.000 centimetër kub. Tash në bë prej centimetra në kub në milimetra në kub. 1 centimetër është i barabartë me 10 milimetra, ndaj 10 milimetra herë 10 milimetra herë 10 milimetra, pra 1 centimetër në kub qenë ka 1000 milimetra në kub, prandaj 12 centimetra në kub e shumëzojmë me 1000 dhe gjejmë 12.000 milimetra në kub, pra 12 centimetra në kub qenë ka 12.000 milimetra në kub. Dhe detyra në C, tani e kemi për njësisë më të madhe, më të vogël të shndrojmë në njësi më të madhe, dim se 1 metër ka 100 cm, pra ne pak para e nxorëm se 1 metër kub ishte 1 milion centimetër në kub, edhe tani 4.500.000 centimetër në kub i pjestojmë me 1 milion. 4.500.000 pjestim për 1 milion, 4/5 metër kub. Pra, konstatuam se të shndrojmë për njësive më të mëdha në njësi më të vogla, për njësive më të vogla në njësi më të mëdha, si që ishte rastin në C, atëherë pjestojmë me njësi dekade. A kur ishte e kundërta në A dhe në B, prej të mëdha në të vogla, shumëzonin. Ena me vëllim prej 1000 cm kub ka vëllimin e lëngshëm 1 litër. Pra 1000 cm kub është e barabartë me 1 litër. 1000 cm kub është e barabartë me 1 litër. 1000 cm kub gjithashtu është e barabartë nëse e shndrojmë litrin në mililitra, 1000 mililitra, do të thotë se 1 litër ka 1000 mililitra.
Pra 1 cm kub është 1000 mililitra. Në vazhdim është paraqitur akuariumi për peshq. Akuariumi është i gjatë 45 cm, i gjerë 24 cm dhe i thellë 30 cm. Të njësojmë vëllimin në centimetra kub, njësoj sasinë e lëngshme të akuariumit. Ja pra akuariumi në dimensionet vi, gjatësia, gjerësia dhe lartësia e akuariumit, ashtu njësojmë vëllimin në centimetër. Vëllimi, formula për njësimin e vëllimit të akuariumit që i da kuboidit ose kuadrit është gjatësia herë gjerësia herë thellësia. Pra, i shumëzojmë 25 herë 24 herë 30 të tre dimensionet e kuboidit ose akuariumit dhe gjejmë 32.400 cm në kub. Pra, njësojmë sasinë e lëngshme të akuariumit në litra. Dim nëse vëllimi i lëngshëm nga doli nga detyra 32.400 cm kub. 1 cm kub ishte 1 mililitra, andaj e pjestojmë me 1000 nga detyra paraprake që thamë, edhe e gjejmë se vëllimi i lëngshëm do jetë 32/4 litra. Pra akuariumi për peshq në Z 32/4 litra ujë është përplot. Tash të punojmë një fletë punë, në cilën fletë punë janë dhënë disa detyra. Detyra shndron në centimetër kub. Më thënë, detyra e parë 2 metër kub të shndron në centimetër kub, 5,6 metër kub në centimetër kub. Detyra e dytë shndrojmë në milimetër kub, 3 metër kub në milimetër kub dhe 0,75 metër kub në milimetër kub. Detyra e tretë në metër kub të shndrojmë të njësit mace, 7 milion centimetër kub në metër kub dhe 12.500.000 centimetër kub në metër kub. Dhe detyra 4 rezervuari i vogël për ujë me lartësi 40 cm ka bazën katror, i brin 65 cm. Pronari thotë se rezervuari nxë sasi të lëngshme 170 litra. A ka të drejtë dhe ta sqaroni përgjigjen. Këtë detyrë mund ta punoni vetë në mënyrë të pavarur, duke ndalë, unë sugjeroj ta ndalni videon dhe shikoni pikët. Detyra e parë ka 2 pikë, e dyta 2 pikë, e treta 2 pikë dhe e katërta 4 pikë. Edhe mandaj të shikoni zgjedhjen që ja kam ofruar unë. Që e zgjedhje detyrës parë, 2 metër kubin e shumëzojmë me 1 milion, edhe gjejmë centimetër kub, 2 milion, 5,6 e shumëzojmë me 1 milion, gjithashtu gjejmë 5.600.000 centimetër kub, dhe detyrën e dytë 3 metra kub në milimetra kub, gjithashtu shumëzojmë dhe i gjejmë rezultatet, i shumëzojmë me 1 miliard, sepse dim se 1 metër kub ishte 1 miliard, e punojmë sot. Mandej detyrën e tretë duke e pjestuar, pasi që për njësisë më të madhe në njësi më të vogël, thamë neve se duke pjestoni me 1 milion dhe i gjejmë rezultatet. Detyra e katërt e punoni duke i shumëzuar të tre dimensionet e vëllimit e kubit, rezervuarit, që ndanë kuboidit edhe del 169 cm kub. Duke ditur se 1000 cm kub është 1 litër, atëherë 169 e pjestojmë me 1000 dhe gjejmë vëllimi i rezervuarit dhe 169 litra, si që duket e nxën rezervuari, pse pas që rezervuari ndim ka 170 litra. Tani në fund detyrat të pavarur keni të punoni në faqen 247 detyrën 4 nga libri i matematikës për klasën e 9. Ja detyra 4 njëso
vëllimin e kuadrit të dhënë në centimetra kub. Nën B njëso vëllimin e kuadrit të dhënë në milimetra kub. Ja dimensionet e kuadrit janë dhënë da pra me atë formulën vëllimi është i barabartë gjatësia herë gjerësia herë lartësia. I shënzoni të tre dimensionet dhe i gjeni vëllimin e këtij kuadri. Ju falënderit.